Me 90% që ka deklarë kolegë nuk pajtohen. Vetë fakti që tha zotëriu që Albin Kurti po sillet në një farë mënyrë të vrajshme me sistemin e drejtësisë. Ta kemi parasysh një gjë sot vetëm me një informant të plasuar në media, të cilës fare nuk dihet baza që le ka. Në fakt referuam një artikull. Një artikull, po. Pra jara 10 mirë për bazë, shihet që prokurori pa asnjë frikë, pa asnjë problem, vetëm pa asnjë të lash. Pas një frikë. Subvencionime dhe grantet ju e dini për vllahun e Fiktore Pacullit, mandej ka pas ministri vetë ka anuluar një vendim për dhënien e granteve, pra ministri vetëm ka pranuar se ka bërë shkelje në daljen e granteve. Pastaj ka dërguar mbi 200 kallëzime penale. Pastaj ka dërguar mbi 200 kallëzime penale për korrupsion që është bërë më herë, duke një traktor ashit mbi 27 herë. Janë dy trajtu, është mirë mos mi vajtu që aty 250 kallëzime penale, sepse janë dy trajtu prokuroria speciale dhe në një rast jam edhe vetë përfaqësuesi dikuj që po trajtojnë ato kallëzime penale. Në rregull, do të kemi rast kur një flet proceduese është frizuar nga 20 persona për 20 hektar tokë, janë paguar subvencione për 400 hektar tokë, ato kanë qenë vetëm 20. Këto janë procedurë prokurorie. Ju e dini artikullin dhe shefi i shtabit që ky Azet Sylla ka qenë për procedura 15 vjet. Po, edhe çka ka ndodhur me ta? Pa, s'ka lidhje të ti nështërojt procedurës, do të deli pa faqëm edhe qeverisë që pi përkrati, do të dolit pa faqëm. Merë zotril që përmende hetimin fillim ka fillu për me dështu, ashtu që ka fillu dështaj. Une nuk po kërkoj, unë s'po kërkoj mu shpoll fajtur, kërkush, po kërkoj mu hetu se cili, mësë me koni privilegju. Hetimin kërkush të në pengan se edhe me dash nuk më në pengu, sepse prokurorishtit nuk i nështërojt asjen ndikimi vetë fakte. Ai që ka votu zgjedhët ka thonë ka me maru prokurorin të. Unë se komunisti, nuk e ka thënë, se komunisti as nuk di kush e ka ndëgjuar, mirë, po vetëm vetëm një artikull. Mos dini me 10 shkurt në punë. Jo, bra, aja ka qenë aspektin politik se s'ka të bëj krejt, gjithë prokuror ka ndalë punë dhe s'ka mungu asnjë përpos, s'ka pas arsye private. Ndëgjoj kolegin nderuar, vetë fakti që vetëm një informat jo zyrtare, sot është vënë në funksion policia, krimet e rana dhe prokuroria. Tregon që i kanë durë të lira me vepru brenda qeverisë Kurti. Po, parimisht, hetimet po jo spektaklet. Parimisht hetimet po jo spektaklet. A me të kejtë qëllimshme ndaj ministrit Peci? Unë mendoj që është jashtëzakonisht e qëllime, mirë për prokuroria ta provon të kundërtën edhe krejt çka bën rrit besimin në institucionin që drejton. Vetë fakti që vetëm në një artikull janë vënë në dispozicion gjithë mekanizmat, kanë shku kambasisë, tregon që qeveria Kurti nuk është duke penguar tentuar të pengoj punën e prokurorit. Në kohën e mëhershme kur kanë qenë vetë hetues dhe kur kemi në kohën e mëhershme vetëm një pastrues nëse ke prek në cilin do nivel, qoftë në nivel lokal, tu kanë gjuar shpinë të gjithë prokurori, gjykata, qeveri, polici, madje kanë mujt me ndjekë për deklarim tranë nëse një pastrues e ke prek. Sot vetëm pas një artikull policia shkon mbasi zyra dhe nuk ka asnjë problem. Edhe mendoj që nuk ta ketë. Unë mendoj që vetë fakti që zoti Lulzim Peci ka dërguar disa përmes zyrtarit ka dërguar disa kallëzime penale, ai është më interesues se gjithë që aty të zhvillohen hetime dhe varësisht prej provave të procedurës pastaj tutje në prokuroria apo në gjykatë. Unë konsideroj, a vana për ti? Po, vazhdo zot Makiqi. Unë konsideroj se prokuroria jonë speciale është në nivelet shumë të lartë profesional dhe pavarësisht që Gozi po thotë që ka qenë shpejt hetimi apo pastisja, ata kanë verifikuar se shumë e thjeshtë është të verifikohet një kontroll të prokurimit publik, është shumë e thjeshtë të verifikohet një gjendje faktike që ka ekzistuar, është shumë e thjeshtë të verifikohet dokumentacioni tenderues. Operatorit nëse është të thirr, pse duhet me thirr mediat paraprakisht me bën njerëz gjykim publik ende pa kaluar në stadin e dytë të procedues penale. Do thotë në fazën e hetimit preliminare ju bëhet njerëz gjykim publik, kinse korrupsioni i shkallës lartë, kinse korrupsioni i jakës bardh, kinse kaq zyrtar, kinse kaq milion raste kërket aty është bërë fjalë vetëm për disa podrume, për disa kulma, dhe fare nuk ka kontrakt me atë. Rezerva shtetërore janë edhe këtu, ku e ka pranuar fajsina e djali prokurimit në rastin e Nagib Krasniqit. Është në plot ministri ka keqpërdorime, ka korrupsion, mos e merr që ka ndodhur për herë të parë në këtë qeveri. Jo këtë qeveri, mirë po. Gjitha dikasteret janë duke u punuar me korrupsion galopant pas perdes të cilën e ka kriju Albin Kurtit moralit dhe deri para. Nuk mundet kryeministri me kriju asnjë lloj perde sepse ai vetë është në familje krejtësisht i pambrojtur prej prokurorisë. Kryeministri yt sa i përket u dol ka thonë ajo është kryeministri gjithë shtetëror. Është kryeministri i Julia. Ai është kryeministri i Julia, do të jetë edhe 4 vjet s'po ose 8. Ndëgjoj kolegin nderuar.
Po jo më keni kryeministrin I cili e ka marrë bajrakun e nderit dhe moralit e për mbrapa e ka korrupsion komplet. Qytetarët ja kanë dhënë, se ka marrë, po ja kanë dhënë, sepse ka shku për një proces të rregullt të zgjedhur. Krimin, qytetarët janë ndershëm, din veç me dhënë votën dhe kaq. Sa I përket